Ish veterineri Maliç Haxhani tashmë në pension prej vitesh i është përkushtuar bujqësisë, duke kultivuar fruta dhe perime në tokën e tij në zonën e Kosmaqit. Ai tregon se këtë sezon prodhimi i qershisë ka qenë i kufizuar për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike. Qershiet këtë vit nuk ka kënë senja të në vitit të në për me mbajt prodhim, si pasojë e lagështisë. Sa i përket çmimit, Haxhani thekson një problem të vazhdueshëm për fermerët. Ai shpreh se në burim qershia shitet rreth 300 lekë për kilogram, ndërsa në tregjet urbane dhe dyqane çmimi arrin deri në 3 fish. Mungesa prodhimit ka ndikuar te rritja e çmimit. Pra, te konsumatori kanë çmimi shumë i kryt. Ne na vjen shumë keq, sepse aja është diçka që është anormale. Për sa i takon nërmjetësve të tregut. Nërmjetësit të tregut janë ata më të rriturit që dojnë me fitu sa më shumë në korrist konsumatorit. Në lidhje me tregun e shitjes, fermeri tregon se shpesh është i detyruar të shes prodhimin tek grumbulluesit për shkak të mungesës së alternativave dhe vështirësive për dalë vetë në treg. Treg shitje ka pas. Edhe a kanë treg i mirë i absorbueshëm tamam për mushit. Pavarësisht sfidave, Maliç Haxhani vijon të punojë tokën e tij me përkushtim, duke shpresuar në kushte më të mira dhe më shumë mbështetje për fermerët vendas, në mënyrë që puna e tyre të vlerësohet dhe të shpërblehet siç duhet.